Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte do të kemi një të ftuar që të gjithë e njohim, zotin Petro Koçi, një njeri me një kontribut gjatë në Partinë Socialiste dhe me një fiber të fortë politike dhe me një qëndrim moral në politikë, në këtë politikën tonë që është bojë një kënet që nuk di ka shkosh më. Zoti Koçi, mirë se ka ardhur. Mirë se gjeta. Pedro, si e shikon situatën politike në këtë moment? Opozita më e dim si është. Pozita ka fillu ka nis motorrat për zgjedhjet që nuk në thkun botë, një vit përpara pezullohet çdo gjë, fillohet fushata aq më tepër zgjedhje lokale. Ka pas një dalje të Elisas Piropalit, shumë e interpretojnë që po krijohet një rrymë e re në Partinë Socialiste, këtë Erion Braçe kërkon që të marri të hynë garë për të marrë bashkinë dhe unë jam dakord me këtë që duhet filloj gara mrena partisë, jo vetëm për kryetar bashkie, po them për gjitha postet, sepse gara sjell vlera, po ne jemi një shoqëri e tillë që gara na sjell dhe të fortët. Tash ku jemi? Ku po shkon politika shqiptare, se që jemi në një edhe pushteti është rënduar, pushteti gjatë, korrupsioni që nuk mund mbyllim syt më. Mas ne sa është e vërtet, sa është percepcioni. Zakonisht politika dhe partitë politike sëmuren nga sëmundje mendore, jo në një sëmundje tjetër. Edhe për të gjitha këto që the dhe më ky përshkrim realist që bëre ti, e dëshmon këtë gjë. Sigurisht që këtu nuk janë të gjitha palët të sëmura një lloj, në të njëjtin nivel mendërisht, sepse unë besoj dhe këtu nuk jam në konflikt interesi, pavarësisht se unë jam i socialist, kur them se Partia Demokratike është një e sëmur mendore për shumë vitesh dhe që nuk po shërohet dot, sepse dhe doktori që ka në krye është i krye sëmuri i atij pavioni që mund të quhet pavioni PD. Fatkeqësisht ne duhet pranojmë që kjo sëmundshmëri politike që nuk është vetëm në Shqipëri, por pak a shumë ka një trend global. Ka kapur edhe partinë tonë, edhe ka kapur Shtetet e Bashkuara, edhe majorancën. Dhe unë të paktën jam një nga ata që jam përpjekur me zërin tim modest, publik, të ndikoj, po themi për të korrigjuar aq sa është e mundur një lloj tendence që unë e kam quajtur të gabuar, të shfaqur kohët e fundit, për sa i përket raportit të politikës me drejtësinë, dhe për sa i përket raportit mes parimeve politike dhe interesave individuale të politikanëve. Edhe sigurisht e gjitha përmbledhet në rastin Balluku, sepse këtu janë shfaqur, kam përshtypjen unë, të dyja këto fenomene. Domethënë, në një farë mënyrë është kthyer personi në një vit të kuqe dhe jo më parimi. Kështu që them se kjo kërkon të rishikohet, sepse rrëzimi një standardi me rastin Balluku ju mendoni që u në këtë rast, po, besoj se po. Sepse po në qoftë se, megjithëse tash si thonë ajo që ka vdek, më fal që unë ndërpreva, në qoftë se Balluku do të kishte dhënë ndërheqjen që fillim ose Rama do ta kishte shkarkuar që në fillim. Do ishte një situatë më lehtësuar. Po. Unë këtë kam sugjeruar kjo zvarritje. Unë e kam sugjeruar qysh në fillim. Nuk do të flas gjatë për fenomenin Balluku, por vetëm për rastin Balluku. Sepse sigurisht unë kam një qasje time në lidhur me mënyrën si bet karrierë dhe si është bërë karriera në rastin konkret.
por mendoj që e gjithë energjia e harxuar këto muaj pas fillimit të çështjes dhe procesit penal ka qenë për mua një udhëtim pa fryt Dhe prapë erdhe në atë pikë ku me qorolepsi. Po. Edhe erdhëm tek fillimi. Domethënë nga varianti poshtë pezullimi, në fund tham rroft pezullimi. Kur mund bëj një akt moral, i cili do të ishte edhe shumë dinjitoz, sidomos nga vetë Belinda, dhe unë besoj edhe ajo vetë do ishte në një pozitë më të lehtësuar morale në raport me çështjen. Tani ne nuk e dim dhe nuk kemi në administrim detaje lidhur me procesin penal, provat etj, po nga ajo çka thuhet në media që deri tani ka mbetur tek pabarazia në tendera dhe ndryrja për të paracaktuar fituesit e tenderave. Që në gjykimin tim që nuk është era parë që ndodh. Nëse është kështu, është e rëndë për një titullar të lartë shteti, për një ministër, aq më tepër që ai ishte dhe zëvendës kryeministre. Ndërkohë, pavarësisht se çështja lidhet vetëm me pozitën e saj si ministre, jo si zëvendës ministër. Këtë duhet ta kemi të qartë se unë shoh shpesh që të gjithë i referohen si zëvendës kryeministre, në fakt pjesa që atë e ka rënduar në optikën e Spakut është funksioni i saj si ministre. E kam fjalën që pra kjo ndërhyrje në gjykimin tim përbën një fenomen që nuk është vetëm në këtë rast. Pra shumë njerëz që janë në nivele përgjegjësie të konsiderueshme, shpesh te kalojnë ligjin për të qenë të suksesshëm. Unë mendoj që në atë moment praktikisht ti je komprometuar. Dhe për të qenë sinqert, ju keni një kohë gjatë në politikë dhe ne e dim shumë mirë që korrupsioni nuk është që erdhi nga kjo qeveri. Ndoshta u rrit nga kjo qeveri, po korrupsioni ka qenë gjatë gjithë shtrirjes së kësaj politike 35 vjeçare, sepse po t'i shohësh nuk është zorr, politikanë që deri dje ishin i njohim gjithë si kanë ardhur, edhe nuk është problemi që se shumë njerëz thonë që ky është sistemi kapitalist, do të bëhesh i pasur. Po do të bëhesh i pasur nëpërmjet punës, nëpërmjet biznesit, nëpërmjet aftësive, po jo duke shfrytzuar poshtën politikë dhe nuk shoh un politikan. Ju keni qenë tashmon në përbot që të vinë me durë në xhepa, pasurohen kudo, po jo si ke ne. To vetëm gjërat e dukshme që kanë, makinat luksoze që kanë. Shikon, më kujtohet në fushatën time të 96-s, në ato zgjedhjet e përgjakura. Që Berisha tash i thotë unë kam pas përdorur një slogan, thoshja që diçka e rëndë ka ndodhur kur një njeri hyn në politikë dhe në procesin politik ose në daljen nga politika është kthyer në kapitalist. Kjo është e papranueshme. Sigurisht që ka plot që janë, po them, kapitalistë, janë të pasur, janë në biznes dhe mund të hyjnë në politikë. Po, është po që të hyjnë në politikë dhe dalësh pastaj me del biznesmen, me pasuri marramëndse. Me pasuri. Qoftë edhe familjarë të tyre, se tash njerëz këtu kanë ndodhur gjëra shumë të rënda. Po, dhe në këtë që quhet për ashtu rastin kur dikujt nuk e di i ka ndodhur në një trashëgimi. Po mirë, ajo është sa tjetër. Nuk kemi dëgjuar në një rast të tillë. Ja. Unë uroj që të ketë raste të tilla, por nuk ka drejtë të haj. Ja, janë të dukshme dhe njerëzit i dinë, Pedro. Pedro, çfarë mendon për rastin e Spiropali dhe Braçe? Ka lëvizje mrena partisë, a ka klane, a ka grupime? Unë nuk besoj që ka ndonjë lëvizje. Janë në të dy raste janë qëndrime individuale, jo se nuk janë përfaqësues të ndonjë ndjeshmërie, se ndjeshmëri të tilla ka sa të duash. Ka patur edhe
Vetëm në një parti të vdekur nuk Nuk ka. mund mos ketë ndjeshmëri të tilla, po themi me Saliu s'ka me natyrë kritike etj. Unë besoj dhe te Saliu ka, po atje heshtja është tradit. Më kupton, heshtja, servilizmi është një KPD-ja heshtja është traditë. Tek ne është një gjë që Gjithmonë është një Partia fenomen Socialiste që ka pas është ngjizur së fundmi dhe unë kam shpjeguar dhe arsyen dhe kryesisht qëndron tek sistemi i delegimit, i cili është një proces fuqiplot. Pra, ti çon dikë të deleguar diku dhe jep atij fuqi të jashtëzakonshme. I vendos ose ajo për çdo gjë, edhe pak a shumë këtu fillon edhe ai procesi që partia hesht, servilose etj. me që solle vetë si ka rasti i Spiropalit. Po se kjo ishte ajo që e boni Skënderbet, tash kjo priher. Këtë e kam thënë dhe prandaj në rastin kur ti mban një qëndrim me natyrë parimore, normalisht duhet të filluar me një mea culpa. Që po, edhe unë ose edhe ne kemi një... Shiko, pa u shkëputur nga rasti, unë mendoj që politikanë të mirë janë ata që janë ndihen bashkëpërgjegjës. Dhe pa qenë bashkëfajtor. Se nuk do të thotë që duhet jesh bashkëfajtor patjetër. Po përgjegjës. Bashkëpërgjegjës jemi të gjithë ne, dhe pa patur një fije faj. Që leju, që s'ke në zonë. Po se ti je aty, je në të njëjtën parti. Ora si në futboll, unë mund të luaj shumë mirë, po kur je pjesë e të njëjtave fenomene dhe për më tepër kur ti ke qenë aktiv në ca fenomene, atëre detyrimi për të bërë një mea culpa është dhe më i madh. Jo, po ke pas dhe detyra që kanë pikpyetje të bashkë si drejtoresh doganash, ku ta diun e. Patjetër është një karrierë e cila ka ecur pikërisht, po themi, brenda një cikli që është shënjuar nga Edi Rama. Apo jo? Patjetër. Kështu që prandaj them që kur shiko, çdo njeri mund të vinë në një moment dhe bën një reflektim. Nuk diskutohet, po në këtë rast, pra, ti ndjen se ka nevojë për një reflektim parimor, atëherë mendoj se duhet filluar me këtë. Tani, pjesa tjetër. Gjykoj që nëse ajo është hequr nga qeveria për shkakun Balluku, do të ishte një gjë e rëndë. Siç unë e quaj një gjë shumë parimore dhe të guximshme faktin që ajo nuk mori pjesë në seancën e votimit të Ballukut. Të rastit Balluku. Domethënë kjo i duhet vlerësuar. Nuk kërse unë po përpiqem tani të jemi balancuar që dhe ta kritikoj dhe ta vlerësoj, po mendoj se është realiste kjo që po them. Jam dakord, po. Unë po të isha deputet, për shembull, edhe në këtë legislaturë, besoj se do kisha abstenuar. Pra, për të qenë brenda po themi një linje që respekton ndërgjegjen, por edhe nuk i kundërvihet partisë. Po themi një vendimi politik, atëherë do të ishte një... Ju e dini, unë nuk e kam votuar në 21 prill 2008 ndryshimin e kushtetues. Që u propozua nga Berisha dhe që u pranua nga Partia Socialiste, dhe mendoj që një pjesë e krizave morale që kalon politika vjen dhe për shkak. Jo gjithçka, po ajo përgjithsisht mendoj në raportet mes institucioneve faji gjendet në atë ditë. Të 21 prilli 2008 që Berisha, të pakën Berisha, i cili duke qenë opozit ka arsye më shumë për të reflektuar, nuk ka patur deri tani prapanic që ta pranoj si një faj, një mëkat të rënd të propozuar prej tij. Berisha mendoi për vete, po jo kthym bumerang. Kthym në bumerang, po. Edhe shive tash, po publicitet. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel,
është një dhe mbetet e vetme. Me gjithë, Pedro, me gjithë këto që thatë, që jam dakord, por përse duhet besojmë që, se kjo flitet, përse duhet besojmë që Balluku kishte fuqi dhe ja kërkoi Ramës shkarkimin e Spiropalit. Dhe çfarë i interesonte? Dhe nëse kjo ndodh, ajo që thotë jo, shumë e rëndë. Nuk e di nëse e ka kërkuar Dhe pse duhet ta besojmë? Balluku. Jo, unë nuk e... Po përse duhet ta shkarkojtë për anë? Domethënë se këto janë mbeten vetëm në rrafshin e hipotezave dhe po themi perceptimeve që nganjëherë janë edhe krejtësisht pa gjë nuk janë, po. Mund të jenë gabuar apo jo? Njerëzit janë gabuar për çështje shumë universale siç është rrumullaksia e tokës apo jo. Kështu që këtu është fare kollaj që edhe është e falshme që edhe të gabosh në perceptim. Kështu që nuk e dim, domethënë, po nëse do ishte kështu, do të ishte një gjë shumë e rëndë. Ndërsa kur vim te rasti Braçe, mendoj që është një gjë pozitive. Braçe është një politikan me shumë grind. Është njeri i cili është sistematik në punë. Dhe njeri që ka një moral kënet politike. Edhe që unë mendoj se do të ishte një kandidatur që do të merrte më shumë vota se sa të tjerë në fushat. Shumë mendoj donë. Dhe në momentin që jo se Partia Socialiste nuk është në krizë votash, ja. Sa kohë të ketë Berishën përballë e ka të fituar davan elektorale, por mendoj që duke kërkuar që në Tiranë, ku është kryesfida elektorale, të marrim një rezultat maksimal, me Braçën unë besoj. Edhe unë. Do ta merrim këtë objektiv. Kjo nuk është se ul dinjitetin e kandidaturave të tjera të mundshme. Por unë mendoj që Braça do të ishte një... Po pse Petro është kaq e vështirë kene për të bërë një garë mrena partisë si në gjithë botën? Por është posti i kryetarit bashkisë konkret. Pse mrena partisë bëhet një garë se kush do të jetë Shiko, ai që do të zgjidh mrena strukturës. Kur je në pushtet edhe je gjatë, nganjëherë edhe garat, po themi me votë, kompromentohen nga trafiku i influencës. Pra, ne pam edhe në zgjedhjet e fundit, në zgjedhjet politike, që njerëz jo me shumë histori në PS, ose dhe pa histori fare. Po për shkak të pushtetit që kishin në atë moment, morën mandate dhe nuk morën ca të tjerë që kishin më shumë kontribute dhe histori në Partinë Socialiste. Që do të thotë, influenca e pushtetshmërisë është e madhe. Dhe gjykoj një garë brenda një strukture që është në pushtet, do të ishte gjithmonë e kompromentuar. Po do thuash ti cili mund të ishte mekanizmi. Për mua mekanizmi mund të ishte një kombinim, pra një balans mes pushtetit të antarësisë dhe po themi mbikëqyrjes nga lart ose mbikëqyrjes qendrore. Sepse po e marrim ne në mënyrë teorike. Shumë nëse ti voton në strukturën e partisë në territorin e një bashkie. Shumë qëndrimi që do po se pozicioni do mbante kryetari i bashkisë do ishte shumë influent, apo jo? Po. Kushdo qoftë ai. Dhe kjo s'do të thotë që është automatikisht manipulim. Por në momentin që thon tani Ilir Demalia është kryetari i bashkisë, për kë voton? Votoka për Petro Koçin. Domthonë, të gjithë ata që janë vartës të Ilirit, çfarë do bënin do ndikoheshin nga kjo. Prandaj po them që gara nuk do të ishte dot e pastër, pra e mirëfillt e pastër. Kështu që për mua duhet një lloj kombinimi edhe në zgjedhjen e drejtuesve të partisë, por edhe në zgjedhjen e përfaqësuesve të partisë. Rama ka zgjedhur metodën e sondazhit kryesisht. Që do thotë ti kur bën sondazh nuk e bën vetëm brenda partisë, pra vjen edhe një opinion jashtë radhëve të saj apo jo. Edhe kjo nuk është një metodë e gabuar, automatikisht, por mendoj që duhet kombinuar me një proces edhe po themi më demokratik brenda partisë. Dhe thash, mekanizmi është balanca mes pushtetit të antarësisë dhe pushtetit të deleguarve.
Nga ana tjetër duhet të hequr dorë nga pushteti absolut i individëve të deleguar dhe duhet ndërtuar, por me vendime nga asambleja, të disa mekanizmave kolegjal. Për shembull, në një qark, të mos jetë i deleguar që vendos për gjërat që ndodhin aty. Po të jetë një format ku janë dhe deputetët, janë dhe kryetarët e bashkive, dhe kryetarët e partisë, dhe ata në mënyrë kolegjale diskutojnë për çështje nga më të ndryshme, për përfshirë dhe përfaqësimin e partisë në qeverisje. Po, Petro, unë mendoj domosdoshmë Më fal që ta mbyllim dhe këtë temën e Braçës. Braça ndërkohë, unë mendoj që në krahasim me çdo kandidaturë tjetër, do të ishte më autonom. Po. Edhe në raport me Ramën. Po. Kjo nuk është mëkat. Jo. Se nuk po themi i pavarur, po të ishte i pavarur, do të ishte mëkatare. Një personazh më autonom do të ishte më i përshtatshëm. Sepse e shkarkon edhe atë që zakonisht njerëzit i thonë në parim, shefin e madh nga ca ngarkesa. Pra, ti kur je më vetveprues, e shkarkon atë që ke më sipër në përgjegjësitë politike nga Po, është. Ose tani një person nuk mund të bëjë dot gjithçka. Jo. Dhe prandaj këtu shumë gjëra nuk ecin dhe dalin jashtë kontrollit. Përfshirë dhe atë fenomenin me cilin e nisëm bisedën, që është korrupsioni. Në momentin që kontrollet dhe frenat dhe timonin i ka në dorë vetëm një person, po them në nivel qendror, vetëm një person në nivel qarku, vetëm një person në nivel bashkie, gjërat nuk mund të ecin siç duhet. Jam plotësisht dakord, Petro, dhe ky është defekti politikës shqiptare historikisht. Ai pari do të kontrollojë gjitha, ne nuk ndërtojmë mekanizma dhe institucione që zbresin në mënyrë piramidale. Dhe kjo është edhe ajo mungesa e stabilitetit ton politik dhe administrativ. Pa qenë nostalgjik, pavarësisht se ti je nostalgjik, nuk është edhe kjo nuk hyn te mëkatet as personale as shoqërore. Po mendoj, ne kemi pasur një traditë shumë më demokratike në Partinë Socialiste. Në kohën e Nanës. Quhet kohë e Nanës, por nuk është se ishte merita thjesht e Nanës. Po edhe merita e tij ka qenë. Se ishte njëri liberal. Ishte i gjithë grupi drejtues i partisë, bilen në të dyja nivelet qendrore dhe vendore, që kishte këtë lloj fryme pozitive. Do thuash si lindi kjo? Lindi sepse në kohën që po formësoi Partia Socialiste, presioni mbi të ka qenë shumë i madh. Dhe modeli i demokracisë së saj të brendshme, në fakt u kthye në një joshje elektorale. Për njerëzit që ishin jashtë asaj partie. Më fal, Petro, po mos harro që në atë kohë llogaritë që ke pas figurën në Partinë Socialiste. Që një ndër to keni qenë dhe ju. Ajo frymë solli. Ajo ke pas njerëz që kishin vlera sot. E kuptoti çfarë parlament? Ajo frymë solli. Çfarë parlamenti kemi sot ne? Ajo frymë solli. Ti thuaj vetes më mirë që më me fat që nuk je në atë parlament. Ka raste që e them. Jo, sinqerisht, jo vetëm që s'ka figura, po niveli, banaliteti atij parlamentit ka shku, domethënë. Shiko, unë s'kam qenë antar i Partisë Punës, as komunist, natyrisht as antikomunist. Ky komunist ishte një budallik, po. Sigurisht mund të më thosh te dikush që je i persekutuar, se unë mbarova shkollën dhe më degdisën Kalat Dodës. Po. Tjetër gjë që unë kam lidhje shpirtërore me atë zonë dhe me lumjant e Kalas Dodës. Më duhej për shembull kur unë udhtoja të ikja në këmbë nga Peshkopia atje ose nga Kalaja në Peshkopi shtator në këmbë. Një vit bile në fillim nuk vajta, megjithëse më thoshin do të shënohen biografi etj. Por mendoj që ajo frym hapje e Partisë Socialiste në atë kohë solli edhe vlerë. Raste të tilla si puna ime që dhe pa qenë në parti, në trashëgimin e Partisë Punës të hynin edhe në pozicione drejtuese atje. Domethënë unë isha 30 vjeç, u bëra kryetar partie në një parti ku unë edhe atje në Fier kisha njerëz me titull doktor, profesor, sepse Fieri ka qenë një domen intelektual. Nafta, industria kimike, bujësia, arsimi, shëndetësia, kishte
intelektual të nivelit kombëtar, të ardhur bile nga gjitha anët e Shqipërisë. Edhe nart Fieri ka qenë një lloj shqipërize. Edhe nart kishte plumkullën. Edhe po, padyshim. Na iku cako me PD-n, po pastaj e kam pas mikë dhe kam një mik të shtrenjtë edhe sot edhe është një personalitet tek i cili vlerësoj jo vetëm standardin e lartë artistik, por edhe objektivitetin e tij social, po dhe politik. Edhe nuk po shkru, ma nuk e di. Edhe politik. Dëgjoj. Petro, megjithatë, ju amerikanë dhe njifni më mirë njëri tjetrin. Ne jemi shqiptarë amerikanë. Qartë. Dëgjoj. Se ka dhe nga... Lejojnë thonjë se. Dëgjoj. Megjithatë jemi para këtij fakti. Kemi një opozitë që është irrelevante sot. Nuk si shifet pak, çdo gjë mund ndodhi, po deri më sot është një opozitë që nuk frymëzon, nuk ngjall shpresë, nuk është në atë gjendje që është, tamam si një smur që degradon dita ditës. Po në anën tjetër, kjo humner përballë pushtetit. A duhet pushtetit mendoj që mos ta rëndoj më tej gjendje duke qenë se s'kam kundërshtar edhe të bëhet më autoritarist, më brutal në sjellje, a duhet ta shfrytëzoj këtë për ta hap partinë duke qenë se ajo që thatë ju sa herë të bëhen zgjedhje këtë situatë, më pa hile fare, ju e njihni më mirë partinë, unë mendoj që Partia Socialiste e ka elektoratin e vet, edhe e ka struktura, ka shiko syç. Por a duhet ta shfrytëzoj kët kur ke një kundërshtar kaq dobët përballë, ta shfrytëzosh që ti je komfort që të krijosh vlera në parti dhe të krijosh demokraci në parti. Shiko, teza e opozitës që i është vjedhur vota është rrëzuar nga Sali Berisha. Pse është rrëzuar? Sepse ai, ju e dini, ka filluar tashmë një fushat zbulimi të tradhtarëve brenda partisë. Pra ti kur ke pas kaq shumë tradhtar brenda partisë, si mund të kesh fituar vota më shumë se sa të kanë numëruar në qendra dhe numërimit votave. Kështu që e ka rrëzuar vetë ky tezën e vjedhjes votave. Sigurisht që ato që ka identifikuar ose Beodiri, për mua qëndrojnë dhe duhet reflektuar fort mbi to, sidomos raporti i partisë politike me shtetin, është një gjë që duhet të ndryshoj me njëherë dhe unë mendoj që Partia Socialiste vetëm dëmtohet nga ky raport i shtrembruar që ndërton në fushata elektorale me administratën shtetërore. S'ka nevojë. Për mos. Absolutisht. S'ka nevojë. Absolutisht jo. Kështu që, por kur vim tek opozita, opozita është një kufon politike. Siç është një kufon e pakallur politike vetë Sali Berisha. Pse? Sepse aty dhe ato personazhet që gjatë periudhës së përplasjes Basha-Berisha interpretuan dhe shfaqen një lloj energjie ndryshe, u kthyen në ca servil të përshtirë. Të përshtirë. Që po dhe si i përmendim dhe me emër. Të cilët u mburrën se domethënë i ndanin nga Sali Berisha çështje parimore, siç ajo e raporteve me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe papritur. Ne tash i përfunduan. U kthyen në ushtar të tij. Jo ushtar, po në lakej. Kështu që ushtari është. Edhe rezultati është material. Është diferenca e votave të 21-shit me 25-ën. Po. Domethënë në 21-shin një lider i dobët si Basha mori shumë më tepër vota dhe me siguri nëse ligji elektoral nuk do kishte ndryshuar, ata mund të kishin edhe shansin të fitonin zgjedhjet. Megjithatë, Pedro, ju thot Berisha, si vetë Berisha kufon politike.
Çfarë mendoni ju, pse ngul këmbë Berisha akoma? Kur e shef që si vetë jeta fizike e njeriut që është proces, edhe si po i vjen mosha fundi, ashtu po i vjen edhe partisë tij. Çfarë interesi ka ky njeri që ta shohë këtë parti? Berisha është një arrivist patologjik. Se ne shohim arrivizmin të gjitha partitë, shumë personazhe publike, por ai, unë mendoj që në këtë sëmundje është kampion. Arrivist patologjik. Pra, pavarësisht moshës, ai ndërton gjithmonë një po themi mbërritje tjetër destinacioni në fantazinë e tij. Padyshim që është kjo, e dyta pastaj ka motive shumë të forta personale dhe familjare. Po, kjo është më e fortë mendoj, se sa. Jo, janë të dy, domethënë në çdo rast Berisha është i pashur, domethënë e dyta dhe mund të shërojë. E para nuk shërojë dot. Arrivizmi patologjik nuk shërojë. Ja, atë ka organike ai, po, e ka pas. I dyti në momentin që ai mund ta shohë që nuk do ketë më ndonjë hall për të natyrës familjare dhe personale, edhe mund të shërohet. Apo jo. Kështu që para nuk shërohet. Kështu që mendoj është kombinimi i të dyave që e sjell në këtë derexhe. Po. Nga ana tjetër, ai është një figurë kriminale. Nuk është thjesht i kompromentuar, për shembull, edhe i korruptuar. Të thuash i korruptuar Sali Berisha është eufemizëm. Është një zbutje, është një kompliment sepse e fut në radhën e mira politikanëve në botë. Ai është një figurë kriminale. Domethënë në perceptimin e shumicës së shqiptarëve, ai është njeri i cili ka dorën e vet dhe gishtin në ngjarje të rënda, të cilat kanë shënuar viktima në Shqipëri. Mos harrojmë 96-ën, 96-ës, 97-ën, 98-ën, të cilin ai thot unë hapa depot sepse doja të furnizoja Kosovën me armë. Kupton ti çfarë është dhe manipulator. Fakt që ka bot kundërt, duke filluar që me ka grushtin e shtetit të 98-ës. Apo jo. Pastaj ka përfshirjen familjare në Gërdet. Unë për shumë mendoj që sigurisht Fatmir Mediu mban përgjegjësi. Padyshim. Por unë nga çka unë kam biseduar me Kosta Trëbickën. Kam pasur miqësi me të. Unë besoj se më fajtor është familja Berisha. Ja, po kjo është. Në rastin Gërdeci se sa vetë Fatmir Mediu, padyshim unë me ato e fillova. Se edhe kjo Petro me që thatë ju ai ka krimen kurris. Po a nuk është luks kjo dhe padrejtësi që bën drejtësia e re, gjoja që për mua s'besoj më ke. Pastaj që gjykohet për klubin. Ke rastin më spektakolar që është 21 janari. Sepse këto të tjerat janë jo se janë spektakolar, se të gjitha janë bërë. Për shembull, unë s'përmenda dhunën e 28 majit në sheshin Skënderbej. Atë e ka bërë Sali Berisha. E ka bërë Sali Berisha. Me urdhën direkt. Pse Gimsheu bëri nga nga kokë vet. Ajo situatë kam qenë vetë në atë kohë. Po, shiko, kur ka ndodhur masakra zgjedhjeve të Libofshës në 94, ka ndodhur 29 maj 94. Aty u bë modeli 96-ës. Për shembull, ky doli dhe tha zgjedhje Libofsha një tuf me lule për demokracinë. Domthon ai gjak, kur them gjak real. U rran deputetët. Jemi goditur të gjithë ne. Me Namik Dokle, me Shaqir Vukaj, me Ndre Legisi. Vetëm Ilir Metën nuk e goditën. Po edhe Arta ka sot. Nuk e di pse nuk e goditën, po mbaj mend që vetëm atë zgoditën atëherë në Libofsh. Pastaj na kanë marrë Vëzhgusit, për shembull ka qenë Luan Rustemi ndjes pas. Atë e rrahën, e goditën edhe e hodhën në breg të Semanit, duke menduar që të Lumit, që vdiq. E shpëtoi një fshatar që gjeti ashtu të sakatuar.
Siç ndodhi pastaj në 96 ndodhi e njëjta gjë në zonën që këta krijuan për Azem Hajdarin, në në Burqiz dhe Librazh, të dy kryetarët e partisë socialiste janë masakruar. Nuk është puna se vati e goditi njëri me plom, i masakruan, i lanë dhe flet ky për zgjedhje. Flet ai për zgjedhje lira. Kështu që prandaj thash, ai është një politikan që ka sfondin kriminal mbrapa, jo thjesht thash një herë ti thuash i korruptuar. Është luks. Është luks. Jam plotësisht dakord vetë, po atëherë për të ardhur ke pyetja fundit që politika në Shqipëri ka degraduar, që parlamenti ka degraduar, që nuk ka më vlera dhe në aspektin etik figurës një deputeti është kthyr në një banalitet, kjo tashmë nuk diskutohet. Ja fton të shikosh Flamur Nokën që ka nxjerrat gishtin, ai është gjua që përdoret, figurat që përdoren. Pastaj benzina zjarri. Benzina zjarri. Një parlament që unë nuk kam një gjuhë një herë që bëhet një diskutim për një projekt, për një idea, për një ligja, për një gjë. Po e di si mendoj unë që pse ndodh kjo, se po të shikosh, sigurisht që dhe majoranca ka përgjegjësitë e veta. Tu desha dal. Përgjithsisht iniciatore e këtyre, po themi, fenomeneve është opozita. Po. Nuk e di, po kam përshtypjen që ka trafik të influencës korrupsionit të dy palëve. Atëherë për të humbur diskutimin mbi thelbin e problemit, gjërave negative, fillim sherrët. Ne banalitet dhe harrohet pastaj edhe korrupsioni. Megjithatë, Petër, duke qenë se opozita ndihet e fuqishme, çfarë mund bëj kjo opozitë duke filluar që me zgjedhjet lokale për t'u kthyer vlerave dhe njerëzve që meritojnë të jenë në shërbime publike. Se ka nevojë dhe opozita për një. Shiko. Ai që thatë jo që në fillim unë jam nuk është karrierë tash i të marrun. Po e nis nga kjo që trajtuam sa po hapëm bisedën. Korrupsionin nuk e lufton dot vetëm drejtësia. Duhet ta luftojë dhe qeveria. Që do të thotë ne duam të shohim, të pakën ne të dy, po besojmë edhe publiku që na dëgjon, raste kur qeveria shkarkon titullar institucionesh për korrupsion. Do thuash ti si e gjen qeveria? E gjen sepse bën kontrollet, KLSH-ja, bën auditet brendshme. Pra ne duam raste të tilla. Pa i shpallur fajtor, sigurisht mund të bësh dhe kallëzime, ti çosh atje. Por të krijohet një model ndërtimi. Socialiste duhet krijojë ca mekanizma. Mirë ka bërë Rama këtë punën e nepotizmit. Po duhet parë edhe më shumë, pra partia të thot zërin e vet lidhur me fenomenet korruptive që ka qeverisja. Dhe ti dëgjosh dhe të reflektosh mbi to. Partia nuk është parti shtet, nuk vendos ajo të shkarkohet filani apo të vi Fistëku. Ama që ndryn dhe thot, bie fjala, shikon në këtë qarkun ton, në arsim për shembull si kemi punë të mirë, apo në shëndetësi në X spital, gjërat nuk shkojnë siç duhet. Këtë duhet ta thot partia dhe kjo të transmetohet në qeverisje. Ç'a do të them me këtë? Do të them që ti kur zgjedh njerëzit që do të përfaqësojnë, duhet ta shohësh shumë pjesën e integritetit tyre moral. Dhe duhet të vësh në këto detyra përfaqësimi që janë përgjegjësi të mëdha, njerëz të cilët janë provuar si të tillë. Jo thjesht të bësh bast me figurën. Pra, ti të vësh filanin me bastin që mund të dali mirë, po mund na dali dhe i keq. Edhe kjo që duhet të jeni provuar. Petro që thatë që në fillim duhet kesh një lloj karriere, jo njerëz që se njeh kërkues vetëm kur është shef deputet. Tjetra që dua të them, edhe prap këtë nuk është se e them në konflikt interesi. Shteti është histori, është dhe përvojë. Pra, ne na duhen njerëz me përvojë, me energji të mjaftueshme, me energji të bollshme, por me përvojë. Nuk mund të jetë parlamenti eksperimental.
Nuk është parlamenti forum rinor. Parlamenti është një njeri ku janë burrat dhe gratë që kanë një përvojë të madhe shtetërore, Edhe ndjenë përgjithësi. edhe në bërjen e ligjeve, por edhe në zbatimin e ligjeve, në mënyrë që ta përmirësojnë ata, që ata të përmirësojnë Republikën, që ata të përmirësojnë demokracinë, që ata të përmirësojnë ligjet tona, që ata të jenë në gjendje që modelin evropian ta adoptojnë më së miri në rrafshin tonë shtetëror. Shtetërore dhe kombëtar. Pedro, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën.